Hallo, hallo, Mimrama. Mimrama. A jeni mirë, qysh jeni? Ajde, përshëndetje, mirë se ardhet. Dhe mirë se po takuemi këtu prap. Qysh jeni? Më pas ka morë molli për zotin me hi live, edhe më keni mungu shumë këto ditë. Edhe e ku mendos që tash e mas me hi pak ma shpesh live. Shpresoj si një mirë dhe po kaloni mirë gjithë. Se di a e kom internetin unë e mirë a jo. Përshëndetje, qysh jeni ty kalu. Po takohemi sot pra live, 7 ditë kemi qenë bashkë, nuk e di si sa për juve kanë qenë me muna ato 7 ditë, veç kemi kalu shumë mirë edhe e kom vendos që prap mos ndalna. Përshëndetje Emine, Emanuel, hi. Përshëndetje drit edhe vetë. Qysh jeni ty kalu me halle, me dirte, që kemë zakorna shqiptarët me u vetë. Përshëndetje Regina Ruan Rolim. Më interesant. Qysh jeni ty kalu? Hajde më involvoni edhe mu pak në bisedë. Sarë për një mes sarë që hi kështu live, ndoke që jam të fol vetë me veti. Se nuk po ju shoh. Qka ka treja ka ju? Qysh po kaloni? Qysh po ndjeni? Vler Eg, okta em në atë Instagramit është zërë me ledzu. Une e mendova thash takuemi prap edhe thjesht bisedojmë sa ma shumë për vedijen që e gjoja majtë shmushme që kemi. Përshëndetje Regina, mirë tu kalu veç në zetu, sa mirë. Anisa, përshëndetje. Si u kam, Regina, të lumë të ju që i keni në zetë, se na nuk i kemi. Feride, mirë se erë dhe mbi emri është Vlera. G. Okej. Une kom haru që nesër është Bajram, ma ka kujtu Feridja. Përshëndetje Vjolca, mirë se erë dhe. Feridja ma ka kujtu që nesër është Bajram se na në Zvicër punojmë, gati se kërkuan. Nuk kemi në ato atmosferën sigur që është në Kosovë edhe kështu që po harrojmë ka njerë. Dhe është okej. Qysh e thash ma heret, thjesht do shta me u taku prap, me hi prap live, sepse kom marrë pyetjet ndryshme këto ditë nga njerëz ndryshëm. Edhe po e shoh që kem nevoj shumë me u taku s'pashko edhe thjesht me bisedu sa ma shumë për vedijen është fjalla, sepse vërtit kem nevoj se nuk është letë në kone sotit, gjdo dit ballafaqohem me njerëz po vedishem edhe sa do të vedishem që jemi na prap të njerëz na morren energji edhe na kthejnë prap në të kalumen tonë. Nëse keni naj pyetje, urnanim pyetni diçka edhe kështu masanej që shtash involvona ma mirë në tim. Me fol për vedijen nuk është kur mjaftueshëm që ju thash edhe ma heret, sepse vërtet na duhet shumë. Tu përgadit jam ëmbëlsira, po edhe po dëgjoj, faleminderit për kohën. Bofshin mirë ëmbëlsirat. Viki Osmani, Vili Rex, Majli përshëndetje. Po qysh jeni tu i kalu ju edhe qysh jeni me energjinë edhe qka po ndohë të ju, qysh po ndijeni, se unë thjesht veç do shta me hi me bo biset lirë. Sa ndëgjojmë lojme e kësi gjana është shumë ma mirë me diskutu zbashku. Thjesht me qenë zbashku edhe pyetje, përgjigje, sepse mendoj se gjithmonë kemi nevojë, kemi shumë nevojë.
Feride edhe Vlera G, ju po ma dërgoni edhe ftesën për me hi live, po e di që e boni jo me qëllim. Sa ma shumë pra që vedisohemi, aq ma pak nga tjertë nuk reagojmë, jemi ma qetë, jemi ma të vedishëm. Sa ma shumë që ndëgjojmë zemrën tonë, aq ma të vedishëm jemi, aq ma shumë e dim se çka dojmë nga jeta. Ori, përshëndetje. Nga cili vend ju kam, Renor, ti, çka ka të reja ti Renor, se s'jemi ndëgju moti. Dona Nails, përshëndetje. Nuk e di se apo vinë ende njerëz apo jo. Unë sot e mendova edhe thjesht reflektova qysh thash edhe ma heret kur jemi të vedishëm, është thjesht pasuria ma e madhja që mundet me pas njeriu. Përshëndetje, Bishi Sahide, Fatime, mirë se erdhe. Si qysh tash, sa do që punoj me veten, sa do që jemi të vedishëm, sa do që e dim qysh funksionon, jeta është ajo që komunikon me neve çdo ditë. Përshëndetje Renon, mirë jam, unë mirë. Sa kështu e mora një lloj e kam, do më thonë, një farë lloj pune që e kam në proces edhe thjesht tash mos me qeni vedishëm edhe me kuptu se si funksionon sa shumë neve na merr jeta përpara. Edhe nuk duen as parat, as një gjo kur nuk i vedije, sepse që shpo thonë, jeta të merr, jeta është ajo që komunikon, jeta, do më thonë, gjithçka është lëvizje. E mos me dit me rujt veten, nuk është çudi pse masanej njerëzit kanë problemet ndryshme, si ato financiare, si mentale, si me partnerin edhe kështu me radhë. Me u vedisu është pra mënyra ma e mira, sepse po su vedisum, na gjithmonë kemi me kriju prap njëjtën jetë. Prap, do më thonë, asgjë nuk ndryshon jetën tonë përderisa na nuk vedisohem. Vedisimi, nëse na vedisohem, programohemi pra. Nëse nuk vedisohem, thjesht programet, ato 95% neve na marrin përpara. Edhe asgjë jeta nuk ndryshon. Atëre e pyesim vetëm sepse nuk po ndryshon kur gjon jetën tonë edhe pse po rrim njëjtë. Punoni me veten, mos ndaloni duke punu me veten as edhe 1 minutë, absolut hiç. Punën me veten është mirë që ta bëjmë stil të jetës. Florinda, përshëndetje, Adea, Fox, Adifete, Nëziri, mirë se erdhët edhe ju. Vërtet, a keni ndonjë pyetje apo jo, sepse është shumë interesant kur hi live, dyqysh jo se jam shumë emocionale, absolut hiç, sepse tash kam javë përvoj me kamera e kështu, ama bashkë kur e di se duhet me folë para juve, dyqysh më blokuar në fjallët. Okej. E keni ndonjë pyetje apo se keni ndonjë pyetje? Apo ti je shkorrim që shto edhe për plet një vesh për me folun e diçka. A i keni kry dorkat edhe a keni pi kafe? A i pini kafe në mbrëmje apo si pini? Sa për juve keni frit me pi kafe në mbrëmje? A i keni kry dorkat apo ju? Se orat jetë e gjysë dikush, apo jeni ty gatu ndoni ëmbëlsie si shta Feridja.
Sa për juve e kanë bo sfiden me mua ato 7 ditë? A ka bo dikur sfiden për juve me mua ato 7 ditë apo jo? Pas orës 16 nuk pi kafe, okej. Nuk guxon me pi kafe, apo pse s'guxon? Apo pse se pi? I keni kry darken, ju bufshin mirë. Po për cilave të vene po m'djetni? Emine nuk kuptova bashkë se çka pyete, çka thel. Si të sillemi me një adoleshent të lutem. Me një adoleshent. Në fakt, edhe dikush se e pata bo pyetësorin çka keni qef me diskutu për sonte, patën vetë për nëse mundem me fol për lidhjen me bashkëshortit, domethënë partneritetin edhe familjen. Unë për veti nuk tutem kur sa herë që më pihet pi, internet ku i pi 3-4 kafe dhe janë të mjaftueshme nga Prishtina, prej Frankfurtit, sa mirë. Atë po i përgjigjem Florindes për pyetjen si të sillemi me një adoleshent. Okej. Une fola porze, edhe thash që kom qef jashtë mosë me fol për vedijen, se po s'patëm na vedije, e thash edhe ma herët, kur gjon jetën tonë nuk ndryshon. Adoleshentët do më thonë e kanë pra një moshë që janë komplet në procesin e zhvillimit, do më thonë gjithçka hormonal të ata fillon me ndryshu. Une kom vajzën tani në moshën 11 vjeçare, edhe shumë më bën me reflektu, edhe tash ti ca herë që diçka ndodh, për shembull, e bën një reagim, është e pabesueshme, edhe çdo herë jam vetes aq falënderuese që kom punu me veten kaq shumë, sepse tani jam shumë e vetëdijshme se si me u sill me këto fëmijë, sidomos këta që janë pra adoleshent. Adoleshentet që janë domethënë këtë proces të zhvillimit nuk kanë kur gjo faj. Këta ndryshojnë komplet. Tashtit na si prindër natyrisht se përballemi me diçka, me një realitet. Florinda, unë të kisha thonë, nuk e di për shembull a është vajza, a është djalë dhe në cilën moshë është. Veç mundohu sa më shumë me kuptu. Për shembull, vajza ime tash që thash, është në qatë moshë edhe ka fillu veç me hi në atë moshën, në atë kohën e pubertetit. Edhe ma përpara, si kum posë edhe vajzat të mdoja, kum qenë pak ma ashpër, nuk i kum duru shumë, sepse kom mendu si gjithçka duhet me shku perfekt. 12 vjeç është, okej, do më thonë një vit para vajzës tama, është djallë, okej. Me djemë është pak ma e vështirë, dhe që është sa ma shumë mirë në këtë moshë me i marë, me i ledhatu, me i majtë nga të vetit. Edhe me bisedu me ta sa ma kjartë. Sa ma kjartë. Me mundu me ja u kuptu emocionin. Edhe është shumë e rëndësishme me i lonë me u shprej, mës me ja u ndryj edhe emocionin. Për shembull që tash, vajza ime, për asë një gjohë, në sekund i ndryshon disponimi. Tash është mirë, mas gjysore, vetë u vjen tjetë pak nervoz edhe ta ngrit zonën. Edhe unë veç e shiqoj, tash veç e shiqoj, sinqerisht asë një lloj reagimi nuk e bëj. Edhe që kjo është ajo pjesa vedijes që po e thëmë, se përderisa na nuk vedisohen komplet, është shumë e rëndësishme që na si prindër sidomos tashit, me mujt, me kontrolu veten sa më shumë. Nëse fëmia ngrit zonin, nëse vërtet, nëse i vjen një emocion jo i mirë, se shpesh edhe qojnë pa arsye, është shumë okej, është mirë me i pranu edhe me i lonë. Me i lonë derisa t'i kalon. Unë për shembull e lo i kalon. Absolut asnjë reagim nuk e bëj. Mundona me kuptu,
mundona me bisedu në qatë moment, po e di që nuk ja vlen në qatë moment, sepse është domethënë ajo kriza emocionale, edhe lej. Masandej, nuk shkojnë as 15 minuta, edhe vjen vet edhe më thot, mam, më fal, se reagova qashtu, po ndina keq. Edhe më thot, po ndina keq. Edhe i kom thonë saher, nuk ke nevoj me ndi keq, sepse mami të kuptoj se je që tashtit në qëtë fazë. Veç i kom thonë që, para se të reagoj shatë njërë, është mirë pak mujq me kap veten, që mos me ngrit zonin shumë, se nuk është mu për shamu, ku ma ngrit zonin, e unë s'kom bo heq kërgjo, nuk ndina mirë, normal, si kur ti që si shendi mirë. Edhe e vrej që kjo formë e komunikimi, i ndihmon jashtëzakonisht shumë. Edhe çka është tjetra, kur kalon që kjo faza, do të thonë që është nervoz, që s'mundet me kontrollu veten, edhe une e di që nuk i kum bërtit, që a kum ngrit ason e zonën, e më kone durushme, me to a kum kuptu. Si po kalon që kjo momenti? Edhe unë, po jom shumë mirë, po ndina shumë mirë, nuk po më vret në ndërgjegja, se si kum bërtit, as nuk i kum thonë shuj, as nuk jam kum ndrydh emocionin, e kum lonë do më shprej. Edhe unë po ndina shumë mirë, edhe ajo po ndihet shumë mirë. Leje le ta kupton vetë. Me djem është sigurisht pak ma vështirë, se sa me vajza, thuhet, po nuk do me thonë se çdo është kështu. Po e dashur çdo fjalë e thua me vend. Une, kur flas për vetdijen, është sikur me fol do me thonë për parat, me fol për raportet mira me partnerin edhe me të familjes është fjala, me fol për karrierë, me fol për gjithçka. E kom thonë soher edhe prap e thëmë. Vetëm ndëgjojeni veten e juve. Sa ma shumë të lidheni me veten e juve. Vetdia e lartë është vetja jote e lartë. Vetja jote e lartë e donë qetësi. Po pej programeve që i kemi, na reagojmë në momentin që na caron diçka jashtëm. Edhe e kom thonë sa herë për shembull, na mundem me meditu, mundem me bo yoga, mundem me bo gjitha, po përderisa nuk jemi 5%, se do më thonë ajo icebergu që është, 95% nga njerëzit reagojmë ndaj programeve që shi kemi, e vetëm 5% jemi të vetëdijshëm ndaj sjelljeve tona. Tash, unë do më thonë i thomë secilit, ajo 5% është programuesi jonë. Do më thonë me 5% mundën me u programu, e me 95% na vetëm funksionujmë në automatizëm as që jemi të vetëdijshëm për sjelljet tona. Tash për shembull 95%, kur na reagojmë në mënyrë të pavetëdijshme, është gjithmonë ajo pjesa do më thonë e kalumja janë përsëritet, se gjithmonë 95% janë programime që i kemi mbrana neve. E tash këto 95%, këto programe bazohen gjithmonë nga koha e kaluar. Për me ndryshu këto, duhet me aktivu komplet që 5%. 5% është vetdia, është programuesi janë prapë. Do më thonë, na kemi mundësin gjdo moment na me ndryshu edhe me u programu. Është mirë për ata dhe e thonë që të flasim për këtë tim, nuk është kur mjaft. Kur mjaft hiq. Sepse na sa ma shumë që folim, aq ma shumë e ndryshojmë perspektiven për jetën, aq ma shumë shkëputemi nga e kalumja jonë, aq ma shumë bëhem vetëdijshëm. Kur na bëhem vetëdijshëm, këtu është qelësi kryesor. Qelësi kryesor, kur jeti vetëdijshëm, e programon veten në mënyrë që shtyt kanë vendon. Çdo moment në jetën tonë, kur nuk duhesh me thonë se unë di mjaft. Na kur nuk di mjaft. Kur hiç nuk di mjaft. Sa do shkolla që kujnë, sa do që ka bon ti, edhe unë personalisht, që ato që i flasë, që i di për shembull, nuk di mjaft. Është e pamundshme me ditë mjaft. Sepse çdo moment
na ndodh diçka e re në jetën tonë. Tash, për momentin prap, këtu që jam në live, përballë juve, a e kum bo ndonjëherë? Po, a e kum bo pikrisht këtë live ndonjëherë me juve? Jo kur. A ka ndalë njëjtat fjalë komplet që po dalin që tash për meje ndonjëherë ndaj juve? Jo. Do më thonë, na duhet me qenë gatshëm gjithmonë. Me që nuk dim mjaftueshëm, edhe me punu, me veten, edhe thjesht çdo moment pra na e kemi mundësinë me kriju diçka në jetën tonë të re. Me kriju diçka në jetën tonë të re. Qëto është edhe ajo ku njerëzit për shembull mbesin mbrapa sepse mendojnë që unë e kam kry qëto, unë e kam bo qëto, unë e di qëto, unë e kam su qëto, e tash nalen, mendojnë që nuk duhet mo. Amo është proces jeta. Na si të nalem, edhe nuk punojmë, nuk hapim na mo për sanë të reja, atëherë çka ndodh këtu me neve, gjithmonë veç programi përsëritet. Si gjithmonë është e kaluar. Pra, gjithçka, vetia është kulminacioni i gjithë shkatut. Shumë njerëz për shembull më pyesin, kur më pyesin njerëzit me fol për temën për partneritetin, pra për raportet familjare, për paret e për kështu, unë thjesht e them, nuk kem nevojë me bisedu veç. Na veç duhet me fol për vedije. Për kur gjë tjetër, vetëm për vedije, më vedisu për momentin që tash, edhe thjesht me u boj vedishëm që ti 5%, vetëm 5% vepron në mënyrë të vedishme, e 95% mënyrë pa vedishme, pra janë programet e tua. Për shembull sot, mënyra vedishme që funksionon. Qysh e tash më herët, e kam një farë projektin proces. Edhe normal, derisa të realizohet, diçka na duhet mu përball me senet ndryshme. Ka njëherë me një lajm më të mirë, ka njëherë me një lajm më të keq. Është proces i jetës. Nuk shkon asnjë gjë me njëherë në mënyrë perfekte. Për më dashur kur nëse dojna më arrit diçka, nëse e ki një projekt, tashit edhe jeta neve këshyr me na testu, a pedojmë me të vërtet qatë sa ma s'pedoj. Na teston jeta se a mundem na me menaxhu qatë objekt, qatë projekt për shembull që ti po e dëshiron, a mundesh vërtet me menaxhu edhe a jetu e dash me të vërtet. Tash kur si e vetëdijshëm, e ke një dëshirë, e ke një projekt që po do me realizu, do më thonë ti dush me krye një proces, një punë derisa të shkojsh aty. Ki me u testu. Kur si me të vetëdijshëm, çka ndodh? Na bim në këto teste, na fillojmë me vujt, nuk e kuptojmë lojën e jetës, se jeta lun me neve non-stop. Nuk e di sa për juve e kanë dëgju loja e jetës, është një loj si dokumentari, është jashtëzakonisht i fuqishëm. Pra jeta është një lojë, edhe nëse na nuk di me lujt, bim, po si e dim na me lujt jetën mas mire, si dim na me lujt me jetën mas mire, është thjesht mu vedisu. Pra me qeni vedishëm për këtë 5% gjatë gjithë ditës tonë. E jo me funksionu me 95% veç. Pra 95%, sa flas për 95%, është gjithmonë e kalumja, mos me u përsërit. Edhe pra tash sot pra, unë e mora një lajm, jo dhe bashkë mirë, në lidhje me projektin që e kam. Edhe kur erë të më thonë, lajmi ndëgjova, mirë, okej, nuk ishtë do më thonë ai lajm që unë që e pres, është e kundërta, mbesoni apo nuk mbesoni. Kom qenë aq e qetë, edhe jo vetëm sot, po thuja se gjithmonë çdo herë, çfarë do që të ndodhë në jetën tënde. Sepse e di se gjithçka e ka manifestuar vetë. Gjithçka. E di se gjithçka ndodh për një arsye. E tash pa qeni vetëdijshëm, na nuk mundem me i pranu që to sfida. Nuk i pranojmë. Çka na ndodh? Na vjen energjia. Bim. Ankohem, lodhem, njihem të mërzitur. E kjo është dhe më thonë me njëherë t'i bjen në 95% në të mënyrën e pavetëdijshme.
Amo kur e kupton që ti tash si veç kera, do më thonë, në programet e tua, vjen diçka, vjen ti në programet e tua, kur e kupton që shfunksionon, atë na kemi vetë zgjidhjen e ndorë. Do më thonë, është gjithë shka ka përcen më letë, se nuk do më thonë tash që na, unë e di që shfunksionon ligji tërheqjes, jo kjo, jo ajo, nëse nuk e din me menagju mbrendin tonë, më bo inxhinjeri vetës tonë të mbrendshme, çdo ditë kime ra prapë, se çdo ditë na kemi me jetu edhe çdo ditë na vjen diçka e re në jetën tonë. E nëse na nuk dimi i prit çato, atëherë na jemi viktim. Kur të viktimizohem, çka ndodh? Prapë jemi ka programuar. Edhe kjo për sot mund ka bo jashtëzakonisht me reflektu edhe me qenë krenare për veten, edhe me kuptu edhe me thonë që hej, për që të kontent që po flas tani, duhet me fol non-stop. Non-stop duhet me dalë me fol, sa ma shumë. Sepse na veç në qëtë mënyrë, munde me ndihmu vetes edhe munde me ndihmu dikuj tjetër. Për ndryshe ju. Tani, shumë njerëz për shembull mendojnë se vetëm kur ki para në konto ose kur je mirë financiarisht, atëherë je mirë. Unë e them jo, është e kot të kesh ku me di se sa para në konton tonë, ku me di se çka me pos, ku nuk je i vetëdijshëm ndaj jetës, ti je njeriu më i varfër që ekziston. Sepse gjithçka që e arrin në mënyrë të pavetëdijshme, kjo ty të kushton forcë, të kushton shumë mundi, edhe të kushton shumë energji. Tani nuk është rastësi pse manifestohen aksidente, pse manifestohen smundjet ndryshme, masandaj vjen edhe varfënia, masandaj vjen humbja punës, masandaj humbja, do më thone, posedimeve që i ki. S'mjafton, nuk mjafton me pas veç para në konto. E pa energji. Pra shumë e rëndësishme, thjesht sa ma shumë me u vedisu. Qysh vedisohem na kur fillojmë hapem për gjana të reja, hapem me njoftu njerëz të ri, dalim pak prej zonës ratis, e kuptojmë veten ma mirë, filloj me zbulu kush jemi, çka po du, qysh marr energji, qysh e humbi energji, do më thonë vetëm në këtë mënyrë. E kjo është, nuk mjafton pra vetëm me fol edhe vetëm për një temë, është tema kryesore edhe kulminacioni i çdo dijes është thjesht vetdia. Vetëm e u vedisu. As një herë edhe kokën me kthy në tjetër anë në mënyrë të pavetëdijshme, ti e duke u largu prej vetes tënde. Na jemi sikur pemë, sikur një lule që e ka një farë, e ka thelbin dikon. Një lule pa një farë, ajo nuk bin, nuk del, as pemë për shembull. Nuk bin as një pemë pa një farë, njëjtë jemi na njerëzit. Pikrisht në atë mënyrë funksionon. Vetëm që na nuk i shohim farat me sy, edhe tani mendojmë se veç hajt ekzistojmë kështu. Cila është tema, Ardita? Vetdia, thjesht vetdia, sepse kjo temë, do më thonë, përfaqëson gjithçka. Kjo temë përfshin gjitha tema tjera. Se ti kur bosh i vetëdijshëm, e don veten, e pranon veten, nuk e tradhton veten, nuk e rran veten, nuk e kundërshton veten. E kjo është energjia edhe frekuenca më e lartë që ekziston. Thjesht me qenë në paqe. Jo me qenë i lumtur, po me qenë në paqe. Kur ti je në paqe, gjithçka ki me tërheq në jetën tënde. Gjithçka është e pamundshme, natyrisht me procese të ndryshme, edhe me sfida. Amo kur ti e din vetëdijshëm se ti çdo reagim tonë që e bën në mënyrë pa vetëdijshme, edhe e din se gjithçka është tash ka ndodhur për një arsye. Po, fiqëri shumë të drejtë ki, se e kam provuar edhe vetë se jam në fillimet e mia të zgjimit dhe e vrej,
veten kur t'ja shpjegoj njerëzve familjar ligjin e tërheqjes, e ndi veten tepër mirë e fuqishme. Po ligji i tërheqjes është shumë temë e mirë, po mos ta keq kuptojmë ligjin e tërheqjes. Se ligji i tërheqjes o bo kështu, si me thonë, si hit pak. Unë për shembull kur kom fillu me ligjin e tërheqjes ka qenë libri The Secret që kom lexuar para sa vjetëve. Kjo ka qenë vetëm fillimi. Domethënë, sikur lomshit kur ja gjon fijen, aty ka fillu gjithçka. Përshëndetje Iliriane. Faton Stoika i përshëndetje, kushëre. Domethënë aty ka fillu fija. Amo, masandej shkon shumë fill. Fill. Edhe është shumë mirë na që tregojmë edhe tjerëve për ligjin e tërheqjes. Amo, ky ligj i tërheqjes le të bëhet stili i jetës tonë. Pa u bë stili i jetës tonë. Pa hi fill, në thelb, me zbulu, është pak me kuptu ligjin e tërheqjes. Se shumë njerëz, spiritualiteti, tash ka ndarë domethënë njerëz të ndryshëm edhe janë duke fol për spiritualitetin, janë duke fol edhe kundër tash se domethënë gjithçka është arritet në një mënyrë shumë shpejt. Informacionet janë aq shpejta domethënë. Po ka edhe informacione të ndryshme. Ka informacione që thjesht na i kanë thurë edhe trunin. Amo kur je i vetëdijshëm, nuk ka kur gjohë më të mirë. Sepse kur je i vetëdijshëm, ti e din konkret se çka do shpirti jot. Edhe nuk ki nevojë mi besu askujna, ti ki me kuptu vetë. Okej. Edhe unë librin e parë kam lexuar, që ka Secret jetës, po. E Secret është domethënë ky fillim. Aty fillon gjithçka. Masa nej, nuk mjafton veç me lexu librin The Secret. Dush me hi shumë a fill. Libri The Secret është sikur kur, ç'është e thash edhe më herët, sikur kur e gjon fijen e lomshit. E masa nej dush me zbulu, me hi ma fill, me kuptu çka është kjo. Pra, zakonisht çdo njeri kur e fillon henën këtë tim, nuk i me mujt mundar mu, edhe me dosht, po edhe s'dush mundar. Kjo du më bo stil i jetës. Po ka dhe njerëz për shembull, sikur që the se di kushta më herët, po ja u shpjegoj ligjin e tërheqjes librin. Ka dhe njerëz për shembull, unë ja u kom ofru këtë libër edhe ma kanë kthy, edhe unë gjithë më thonë, oh my god, çish mundesh me kthy një diamant, që kjo është diamanti, se aty fillon gjithçka. Po ka dhe njerëz pra që ende nuk janë të gatshëm me marrë çatë informacion. Po ka dhe njerëz që janë të më thonë nga feja, kanë shumë frikë se më qënë të bo diçka të gabushme. Vetëdia, njerëz dashur, nuk ka të përbaj me fe kur fare. S'keni nevoj me pas frikë. Dëshira edhe emocioni, të më thonë, ose thjesht pa dëshirë, emocioni, mendja, nuk shë fe, nuk ka fetu, s'ka kur që të baj. Se ku marë për shembull pyetjet ndryshme nga njerëz që është gjyna me meditu, është gjyna me bu hipnoza, ç'është mëre gjyna? Ç'është gjyna? Veç me mbyll syt me pushu trunin, çka ka të keqe këtu? Fiqe aty në platformën që u kriju në gjuhën shqipe, jeti dhe vjosa, çka ka aty? Apo na sqaron pak çka ka? Në platformën The Brightness është thjesht është një app që ti mundesh me instalu në telefonin ton, edhe tashsarë që ke nevojë për një meditim, ose për një praktik që ki angth, ose naj panic attack, ose thjesht teknikat ndryshme që është me i qetësu mendimet e kështu, i ki gjithë aty, mundesh me i gjithë. Është një app që e mon në gjep me veti edhe, ku do që të shkojsh, ke nevojë për diçka, është një lloj sikur me pas një psikolog me veti ku do që të shkojsh, në atë mënyrë funksionon. Unë për ati momenti kam ndryshu dhe njerëzit për rreth meje thoshin ti je tranu çka je ty bo. Po kam me thonë që je tranu e çka je ty bo, po ma mirë më u tranu në këtë mënyrë se sa më najti urt në atë mënyrë që shon ata.
Edhe pra, çka do shta me thonë? Mos keni frikë. Mos e lidhni me fe kur gjo. Sepse nuk ka kur gjo që thot mendja njeriut gjithçka shpik. Mendja e njeriut frega cak, mundet me thonë se është gjyma. Mundet me thonë se nuk ban. Kur vedisohesh, ti e din vetë se çka don shpirti yt. Që ajo që ti bon mirë shpirti tënd, kur nuk është haram, as nuk është gjyma. Kur? Çka të bon mirë ty, e ty të bon me unë di mirë, a mundesh me lëndu dikon? Po nëse ti bon diçka vetëm nga friga se ndoshta është gjyma, ti e ty e ndryhet një emocion tondin. Ti e ty e shtyp thelbin tond. Edhe masanaj sa mundesh me konë për dikon tjetër? S'mundesh me konë. Po kur je vetja jote, kur e shpalos potencialin tënd, kur ti tregon, kur ti guxon me u tregu se kush je, natyrisht gjithçka në mos. Jashtë balancës kur nuk duhet me dalë. Thonë nuk po thonë që tashit jemi guxon me qenë vetvetja dhe me bo çka duhesh me lëndu. Jo. Sa ma shumë që je vetvetja, aq më i pastër je, aq më dashurit madhe ke, aq më shumë vibron në frekuencë. Frekuencat shkencëtarisht janë zbulume, janë vërtetume. Ato janë jashtëdashun. Unë ju kom tregu, unë i kam shemat e frekuencave në shpinë time, aty ku i shohun edhe i shohun krejt familja. A e dini se çfarë ndikimi kanë ato në jetën tënde? Që thash edhe më herët, sot e mora një lajm jo ku me ditë sa të mirë, absolut diçka s'është. Amo, me ato frekuenca, unë di qësh me majtë energjinë, unë di qësh me vibru, nuk ka kush që të lëndon. E kur ti din më najtë për ma mënem, këtë energji, a mundesh më koni keq për dikon? Kur? Ti veç dashniki me dhonë. E çka mundet me konë të diçka gjuna? Kur gjo. Kur kuptova që vetë e kryon të mirën apo të keqen bas mendimeve dhe ndjenjave e fjalëve aty poshtë që s'ka lidhje me fe. Nuk ka. Se jam ty po, që jam ty dalë, e ty thonë, kjo s'ban, kjo nuk duhet, është këtu, është kështu, është ashtu. Edhe unë jam një njeri, edhe unë jam një nonë, edhe unë e du më të mirën për familjen teme, edhe për gjithë tjertë. Amo, diçka që të bon ty me undi mirë, nuk është kur gjëna. Kur hiq. Ka edhe asi njerës, për shembull, që janë nuk po egoist, në farë mënyre, po që mendon se veç vetë ka me drejt, që mendon se tjetë nuk din veç vetë, se edhe kjo dashuria e te, për të më thonë që del në egoizëm, as kjo nuk është e mirë, se na çdo herë thojmë duje veten, respektoje veten, jepi vetes dashni, po, duhet, amo jo më shku deri në atë mos që më mendu se nuk ka tjetër edhe veç ty. Edhe ka për shembull edhe asi njerëz që e kqyr vetëm qëllimin e vet. Veç ai pëlqen për veti, pse të lëndon ty, nuk janë in. Edhe në atë mënyrë jo, se kjo tani bëhet toksik. Ka lënë domethënë jashtë balancit, jashtë mosës. Amo gjithmonë duke u nisë nga vetja. Edhe të masane vjen pjesa komunikimit, qysh po komunikojune, qysh po shprejne, qysh po e thanë. Pa e lëndu tjetrin. Na kryojmë gjithë shka vetë. Vi që unë prej që bëjmë meditime e punoj me vetin, shumë njerëz janë largu nga une. Largohen ardita, o shumë normale. Sepse na jemi qëre, t'ja bëjmë një kështu spjegim në bazë të rizatimit. Si ka emrin ajo platforma të përshëndes e dashur. Është Brightness, nuk e dija muna me shkru këtu, ajo, vetëm pak, nuk ka një fra, okay. Do ta dërgoj linkun, edhe do ta postoj në story, edhe do ta merrni aty. Përfundimisht, vedisimi është qelësi dhe zgjidhja e gjithë shkaje.
është edhe përderi, unë po e thonë, përderi sa na nuk vetëdijsohem, na kemi me qenë çdo herë viktim e kësaj bote dhe viktim e njerëzve. Unë nuk di me vizatu mirë, ama po e bëj, qështu. Okej, ta shtit. Okej. Po, brightness, po, Silvia. Apo e shërni këtë vizatimin këto? Okej. Tash për shembull që kjo, qëtu, është jeta. Kur më pyetni, unë tani qelna ma shumë, flas ma shumë. Kur s'po më pyetni, unë po bllokona, se s'po di kam janis, po duhet mi nxjerr pyetjet prej vetes. Edhe unë nuk kam qef më përgatit për para lojfit, so unë kam qef me marrë qash që rrjedhshëm, do më thonë që ajo që është e nevojshme, gjithçka është e nevojshme sa i përket këtyre temave, ama unë kam dëshirë që ju bëj pak një dritë që të më pa vetën. Okej, a jeni të e po? Do më thonë që të vizatin, kjo është jeta, rruga, jeta. Këto, sami, faleminderit Anisa. A jemi mirë ti e dashur, a je qetësuar? Tani këtu, jemi dhe më thonë, ndoshta kësha mund me vizatu edhe një, hajtë me vizatu edhe një person qështu. Okej. Edhe këtu poshtë po vizatoj disa persona, se kur e kuptojnë që to është vërtet po shumë mirë, super, shumë bukur. Okej, kjo është jeta. Këtu kemi shumë njerëz. Tani, na gjithmonë permanent zhvillohem, ose për mirë, ose për keq. Po kur zhvillohem, të më thonë, jeta është krijim, jeta është proces, edhe nivele. E keni po këto lojrat që janë për shembull Mr. Mario, këto çdo lojrat ndryshme që janë me nivele. Do të thonë e kalon këtë nivelin këtu, ka përcen tjetrin. E kalon këtë nivelin tjetër, ka përcenin tjetrin. E njëjtë funksionon jeta me neve njerëz. Edhe pse njerëzit pranaj shumë na largon nga jeta, është që kjo arsye. Tash pra që po them, jeta është këtu. Këtu jemi me njerëz. Pa vetëdijshëm, të vetëdijshëm. Po shumica po thuja se janë pa vetëdijshëm. Edhe tash na punojmë me veten, ndryshon energjia. Në çdo nivel është edhe energji, frekuencat e energjisë. Në çdo nivel. Okej. Tash për shembull, unë ndryshoj, kur punoj me veten time, ka përcej një nivel më lart. Ndoshta në qëtë nivelin e parë që ka fillimin, janë ende disa persona që janë në qëtë nivel. Ka, do më thonë. Po tashtit, kur dalu në këtu, energjia jeme, nuk është më sigur këtu poshtë. Okej? Ata njerëz që janë ende në nivelin time dhe në energjin time, ata njerëz ka përcej me mu këtu. Okej? Vinë me mu. Po unë tashtit punoj ende me vetin, zhvillona prapë. Okej. Tashtit ka përcej ende edhe në një nivel më lartë. Okej. Tash ndashta këtu mundën me konë 2 persona. Ku unë me vizatu nuk di. S'ka lidhje. Tashtit dhe më thonë ku ndalë edhe në një nivel më lartë, tash disa persona që janë të vetëdijshëm ndoshta ecin me mu. Dalin këtu. Okej. Po tani edhe këtu ka persona tjerë që janë vetëdijshëm, para meje ndoshta tash unë ka përcej prapë një nivel. Ata që s'janë në energjin time, nivelin tim, që s'janë vetëdijshëm sidomos, ose që janë në një nivel komplet tjetër, ata mbesin këtu edhe unë shkoj të këty nivele. Ndalë këtu. Tashtit, qëllimet e tua ndoshta janë qëto lartë. Okej? Apo do në qëllime këtu? Okej? Qëllimet. Vizioni. Qëllimet vizionit. Apo do në me qëndru me qëta njerëz poshtë të pa vetëdijshëm?
apo po don me ka përcy këtu edhe me arrit qëllimet e tua, vizionet e tua. Ma thuaj cila është më e mirë. Tani, nëse gjatë rrugtimit këtu, ti ki me u taku me njerëz që i përkosin nivelit tonë. Për që ata dhe s'duhet me pos frikën nga vetmia. Shumë njerëz kanë frikën nga vetmia, sepse po më largohen këta njerëz. Çka bojnë? E detyrojnë veten me u përshtot me çta njerëz vetëdijshëm prej frikës të vetmisë. Edhe masaneti, kur frikohesh pronaj, prej frikës që e ke, sepse do të mbetesh vetëm, e detyron veten me u përshtot me këta njerëz, me ul energjinë tënde, edhe me najt qëto. Në vend që me udhëtu. Shko vetën deri këtu. Kur të më rrish qëtu, ki me taku plot njerëz tjerë që i përkasin nivelit tonë edhe energjisë tënde. Unë ta sqarova Ardita, a jetu e kuptu që shpa e mendoj. Pse me u frigu? Ma shumë dush me u frigu nëse rrenë qëtu. E përshtatesh, edhe e shtyp potencialin tonë. E shtyp thelbin tonë, sepse thelbi jo, vetja jote e vërtet, e din se çka donë. Që ta njerëz që rrinë qëtë nivel që du, nivelin poshtë, krejt dhe më thonë, këta janë të pavetdijshëm, besom që këta janë frekuenca tulta, janë një energji shumë tultë, sepse kanë frikë nga ndryshime. Jeta nuk shkon veç qështu, nuk është jeta e drejt, jeta ecë, shkon për pjetë, ose vjen edhe të poshtë, kur futesh në probleme, më thonë, i vetëdijshëm ose i pavetdijshëm? I pavetdijshëm ti ki më shku këtu, i vetëdijshëm shkon në altë. A të kupton? Vetëdia, i pavetdijshëm. Në shef? Pra, që shë thash edhe njerë, kjo është jeta. Këtu jemi me shumë njerës. Filloj me lëviz, filloj me u vedisu, ngjitemi shkollë për shkollë, ma lartë. Sot udhtojmë që sajde, na kemi normal me taku njerës ndryshëm. Po kur je i vetëdijshëm, ti ka përcen edhe një nivel më lartë, edhe një nivel më lartë, arrin të qëllimet e tua. Edhe këtu do të takosh njerës që i përkosin vizioneve tua, që edhe ata i kanë arrit ato qëllimet, sikur ti që i ke arrit, dhe më thonë, krijon një rreth të ri. Po nëse je i pavetdijshëm, ti shkon ma poshtë, edhe këto masana e vinë problemet me financa, edhe këtu kemi i humbë njerëz, sepse këta njerëz do më thonë, ose kanë më ndrejtime tjera, se rrallë kush që vjen me ty, vetmia, pronaj, nëse ke frikë nga vetmia, na njerëzit duhet me kuptu se na i herë është e pamundshme mos me qenë vetëm. Po kur e kupton energjinë tonë, kur e kupton cilin nivel je, na krijojmë rrethe të reja, do të thonë, nuk është vetmi, sepse na kemi me të rejë gjithmonë njerëz në atë mënyrë që jemi na. Po sa ma shumë që ke probleme, sa ma shumë që njetë shkojnë gjanat keq, hala ma vetëm ki me qenë. Shumë e qarë shpjegimi, unë mendoj që s'ka gjë më mirë, se sa të jesh vetëm dhe të jesh me njerëz të duhur, po unë që thash prona në këtë vizatimin këtu, ti udhton, fillon me udhtu vetëm, sepse duhesh më largu nga këta njerëz. Duhesh me qenë edhe i gatshëm për me i humbë disa njerëz në jetën tënde. Po sa ja vlen këta njerëz ty me të mbajt offer, ose me i mbajt ti këta njerëz offer, mon tjetëranon ti veç bjen poshtë, sepse kur s'ke energji ti bjen poshtë, jeta ty tërhet poshtë. Të më thonë, jeta është në fakt aq e bukur, sepse jeta flet me neve, në bazë të njerëzve, në bazë situatave. Gjuha ma e bukur që është, ma e vlefshme që është gjuha e universit. Gjuha e jetës,
kur e kuptojmë se jeta thjesht është ka komunikon me neve, është ka të flet ty, nuk ka kur gjo më të mirë. Absolut hiç kur gjo nuk ka më të mirë. Sepse ti e din, që kjo ka ndodhur që tash, për që të arsye, e pranon, e kupton. Tani për momentin, do me thonë, kam ka përcy në një nivel. Edhe pse është shumë e rëndësishme me punu me veten, edhe do me thonë kjo pjesa s'po e quajë spiritualitetit, po puna me veten, se më pëlqen më shumë me thonë se kjo është vërtet punë me veten, e kupton që tashtit që na gjithmonë kemi me u ballafaqu me situata të reja, me sfida të reja, me njerëz të ri, sepse na udhtojmë jetën tonë. Tash nëse ke qëndru qëto, ti e ke shëru qëtë nivel qëto, qëtu ki punu me vetën tonde. Tash ti qëtu, ose je ngritesh, ose bjen. Pa marrë parasysh se qka. Tash e ke shëru qëtë pjesën tonde qëto. Je ngrit një nivel manat, Edhe tash qëtu, kanë më të ardhë prapë situata të reja, njerëz të ri. Do më thonë, gjithë shka e re prapë kryot një jetën tonde. E pse dush mos mund dollë kur me punu me vetën tonde? Për që të arsye? Sepse ti je ka rritesh. Para me ndo të ashtë so prej neve dun me qenë milionera. A e disa herë keme u testu dhe e sa të vishë qëto. Ti po do me qenë milioner. Qysh mund është ti mu bo milioner me njerë prej këtu i të me dalë këtu, pa i të i kalu qëto. Dhe, do më thonë, ti punon qëtu i e shëru qëtu, hyp në një nivel më na, takon njerëz të ri, të vinë situata të reja. Edhe këtu punon me veten, me energjin tonde, ka përcen prap një nivel më të naltë. E tash këta njerëzit që nuk shërohen, që nuk punojnë gradualisht me ty, këta mbesin qëtu, nashta dikush vjen deri qëtu me ty, ose deri qëtu nalet, s'monet mu. Sepse e ka edhe një udhëtim tjetër, nuk e kemi në rrugën e njëjtë. Edhe energjetikisht, dikush jetë qëtu, ti prap shkon. Po gjithmonë ki me punu me veten. Gjithmonë. Sepse gjithmonë ti ki me u përballë me diçka të re. Edhe për qëta unë jam të thonë që nuk mjafton me thonë unë e di mjaftushëm. Na kur nuk di mjaftushëm. Na duhet me qenë nxanës gjatë gjithë jetës tonë. A më paramendo, kur ti je i vetëdijshëm se nuk di mjaftushëm, edhe punon me veten tonë. Vizioni është e pamundshme mos me mri vizionin tonë dhe qëllimet e tua. Nëse ngritesh, nëse përballesh me situata me njerëz, nëse punon me veten. Pra puna me veten, zhvillimi shpirtëror nuk ndalon, po rritesh. Në momentin që ti ndalon, që kjo është edhe arsyeja pse duhet me kuptu se na nuk duhet mundar ty punu me veten tonë. Sepse në momentin që ndalon, nashta jenë qëtë fazë qëtu, ke ndalu. E me ndonë se unë tash të di mjaftueshëm edhe nuk më duhen mo informacione të reja, prej qëtujt, mund e shpëro prapë poshtë, nëse s'punon me veten. Tash llogaritë kur ngjitesh qëtu edhe bjen qëtu se shka ndodh me ty. Po kupton? E që kjo është arsyeja pse nuk duhet më ndalë me punu me veten. Sepse edhe unë punoj me veten, edhe gjitha qëto që i di, unë e di se nuk di mjaftueshëm, se në momentin që ka përcej prapë në qëtë nivel, unë prapë nuk di kur gjë. Edhe më duhet më mësu shumë sa në të reja qëto. E tash të më thonë ju mu, qka ka të keqe puna me vete? Kur gjë. Do më thonë, e kupton, e shëron zemrën tonde, e kupton mendjen tonde, din me menaxhu, mbrendin tonde. Atëre ti sa ma shumë që ngritesh. Qka ki me bo? Veç kemi u ndihmu edhe që ty në njerëzve poshtë qëto, që me ngrit qëto në atë me orë me ty. Po ata që s'dojnë, lej. Nuk i qka me bo. Sepse kur ti mundohë shumë i ndihmu që ty në poshtë, këta ty ka më tërhet poshtë. E kum pa një dit një video që më ka pëlqyer shumë. Një ba i thot vajzës,
hyp në karrik nalt. Edhe ajo vajza hyp në karrik nalt, thot treke mu nalt. E ajo mundohet me trek babën nalt, mundohet e ngret po s'mundet, edhe pse normal babën ma i vështirë. Ma i ronë, po të më thonë. Por momentin që baba i vetë tërhek vajzën në poshtë, ajo me njëherë vjen poshtë. Pra po të më thonë që më ra poshtë është shumë kollaj. Më ngrit nalt, don punë me veten. Qysh punojmë na me veten? Me qenë gatshëm, me u hap, me pranu situatat, me pranu njerëzit. Zoti nuk vjen kur me të marrë ty për dore, se unë nuk kom qef absolut me fol në amën Zotit, sara që flas në amën Zotit, nuk nina mirë se s'jom në askush me fol në amën ti, vetëm që kërkush, do më thonë, i madhe i Zot nuk vjen me të marrë ty për dore, me thonë, hajde se përdu me ta zgjidh për qëtë problem, po t'i qanë njerëzit, tani qka dush për konti, thjesht i vëdishëm, me ndëgju shpirtin tonë, ku po më tërhek mu, qka po më tërhek mu, cili person po më tërhek mu, qa ty shko. Ka momente që unë takoj persona që më shterin energjin dhe ka persona që më japin shumë pozitivin. Po shumë e vërtit. Këtë e kam kuptu veç kur kam nis me punu me vetin. Po kjo është se ti punon me vetin, je në një nivel më të lartë, edhe tash që ta persona ti para me ndo. Na herë nuk ke qare pa u taku me një personi që shto. A i ty veç tërhek me njëherë poshtë. Sa herë që ti reagon në mënyrë pavetdijshme, sa herë që ti me ta njerëz kalon ku përshtatesh, i ndrydhe emocionet e tua, ti bjen qëtu poshtë apet. E vizionet e tua janë qëtu. Tashtit, unë e qështë e thash edhe ma herë, nuk do më thonë se ti e ngrit qëtu dhe tashtit nuk duhesh me njoftë qëta njerëz mu. Me pos mendje madhësis, na duhet gjithmonë me qenë kujdesshëm. Gjithmonë të për ullën ndaj Zotit. Po e mirës është, kur i bën gjanat në mënyrë të vetëdijshme, ti ki me qenë vetja jote, ki me qenë thelbi jot, ti je plot energji. Një njeri që është plot energji, a mundet me qenë i keq për tjertë? Hajde tregoni, a mundet me qenë? E qka ka të keqe këtu atëherë me punu me vetën tonë? Krejt kemi me përjetu qëto. Krejt kemi me... Tash qka është... E di që nuk është letë për as për juve, as ka qenë letë as për mu. Sepse zakonisht, mas shumë të penges, bëhet ndoshta familja. Familjarë, se me njerëz të huj që nuk i kemi kur gjo është shumë kollaj, po këtu tash është familja, në pyetje. është e mërzishme, po shumë e vërtit. Nëse familjarë tanë rinë qëto, nona, baba, motrat, vlezrit, kush të qoftë tjetër, na nuk mundë me i tërhek ata me Zot natë. është e pa mundshme, sepse ata kanë energjinë e tyre. Ata dojnë disa njerëz vinë këtë botë e kthehen edhe kur nuk kanë me kuptu se pse kanë ardhur dhe kush janë. Është shumë okej. Mundohu që ti, nëse je qëto, edhe të bjen puna prap me u taku me qëta, mos u mundohu me i binde me orën me Zot qëtu. Po këta, ku qojnë ty se ku ke shku, ku ke mri, e qojnë që je mirë, këta vetë gradualisht kanë me fillu edhe me të kërku. Edhe me kërku ndihmë dashta nga ti. Ose kanë me të pyet çështja dole, çka bone. Ose për ndryshe, nëse prap jo, atëherë bile kur takohesh me qëta persona qëtu, dita mbrosh veten. Nuk i paragjykon. As nuk i më kon e ashpër apo i pa kuptueshëm me ta. Se e kupton ku janë këta në cili nivel janë qëta. Edhe i lanë. E rëndësishme është edhe shpresoj që t'jesht mos të bonë ende ma të pavetdijshëm edhe të binë qëtu. Tashti që pula ma heret për programet, për vetdijen, për ndërdijen, na, ku nuk programohemi pranë, ku nuk e përdorim atë 5%, se gjithmonë vetdia është programues janë. Pra,
Qysh mundesh ti me u programu gjatë gjithë ditës, sa ma I vetëdijshëm, çka jom ka bëju në qëtash, sa ma shumë me qenë momentin e tanishëm, sa ma shumë me qenë prezent. Me qenë këtu, jo kretë kohën në mendime. Edhe tash për shembull ti programohesh, kur programohesh ti, është shumë ma lehtë, domethënë gjithçka me ndryshu edhe me ndihmu njerëzit. Edhe e kupton gjithçka rrjedh ma lehtë edhe ma mirë. Thjesht me qenë I vetëdijshëm. Për programet e tua, për programet e tjerëve. Kjo është, tani këta njerëz për shembull që nuk dojnë me punu me veten. Pse është për shembull një life I tillë, sikur tani shumë I rëndësishëm. Edhe pse duhet me marrë shumë njerëz pjesë në life I tilla. Sepse apo do më rrote poshtë, apo do më ngrit nat. Njerëzit që shiqojnë lojme, njerëzit që merren me politikë, njerëzit që shiqojnë TikTok video gjatë gjithë ditës, në mënyrë të pavetëdijshme, vetëm I përcjellin, domethënë video, pop. Ajo është humbje kohe. A e din sa energjinë ta merr ty një video që është pa asnjë lloj teme pozitive, pa zero vetdije, automatikisht, për zotin e madh, nëse s'jemi të kujdesshëm, vetëm një video mundet ty me të ullë qëtu poshtë. E sa është e rëndësishme me zgjedh pra na vetëdijshëm. Çdo gjë që na e shiqojmë me vetdije ose pa vetdije, ajo është ka na programon neve. Tani nuk është me thonë, ndodhi një aksident, meta pa pare, më qitën prej punës, s'po më donë partneri, s'po më dojnë fëmija, s'po më donë ai, s'po më donë kë. Normal, ku je ti? Çka je ka bën ti për veten tënde, edhe çka je ka bën për njerëz të tjerë. Apo e kuptoni? Nuk është e zashme, po e di që në praktik me vendos nuk është fare e lehtë. Nga njëherë, vërtet, fotografit janë shumë të fuqishme për me kuptu ma mirë se si funksionon. Edhe unë personalisht e kom kuptu si vizioni jam është qëtu nërë. Qëtu, unë du me qenë qëtu. E ta është pse më manimu qa shumë se shkajnë ka folin tjertë për mu. Kur njëm 100% e sigur se kur ta rritë qëtu, krejt që ta komi ndihmu. E ta është në momentin që jema ndryshe, edhe nuk jeme që ta qëtu, normal që kanë me të paragjyku, kanë me fol keq për ty, s'kanë me të përkra, kanë me të akuzu ndështa, kanë me tonit pa dashun ose pa dashne. Çka ka lidhje? Tani mos harroni se na kemi rroj, ku nuk dimi I mbrojt rrojt e tana. E na I kput dikush rrojt, na marum. Për që ata është shumë e rëndësishme me zgjedh prapë rrethin. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. E përderisa na nuk ballafaqohemi, nuk jemi edhe të gatshëm I humb disa njerëz, nuk mundemi më rritë qëllimet tona. Sepse nuk mundem me largu frike. Kjo është. Okej, a keni ndonjë pyetje? Po, pas ka shku 1 orë. Edhe shiqojeni njerëz dashur. Sa është e rëndësishme me bu diçka që neve na jep energji. Për zotin e madh, para se me hyr këtu, kesh pak ma e lodhme. Tash jam super e fuqishme. Unë, këtë punë që e bëj me knasin më të madhe që ekziston. E që ka përdu më thonë? Mos të këshyrim veç ku fitojmë pare e me shku që aty. Po të këshyrim ku marrim energji. Jo me u fokusu të parja. Sepse shumica e njerëzve nuk ngriten në qëtë nivel pra po lidhe me qëto.
Nuk hecin të vizionet e tyne, sepse rrinë që tu drejt, i shojnë veç paret, o Zot, vetëm pare. E nuk ngriten për pjetë. Nuk i ka përcej nivellet e jetës. O shumë e rëndësishme me shku mu ngrit gradualisht e me mushën në energji, se sa me shku drejt që tu mas pareve e me humbe energji. Pse merë me thonë që ta shto, se se po ta njët me folë për shto. Thjesht e thash, sepse po e ndjej vetë. Se që 1 orë e 6 minuta, pas në hyrë live edhe o kam do këtë sikur që 10-15 minuta. Për zotën e madhë ndova që dikun maksimum 25 minuta. E që kjo është qelësi kryesor. Ta kuptojmë që jeta është me nivele, ta kuptojmë ku marë unë energji dhe ku mbun energji. Aty ku ka energji, aty ka gjithë shka. E mos keni frikë kur flasë për energjin, sepse energjin e kemi në trup, dashtëm ose s'dashtëm. Unë që po boj yoga, mas yoga, ushtrimeve, normal, yoga mu nuk më ndrejsh vetdijen, po më jap energji. Tani, ta mon t'i mbaroj ushtrimet e jogës, unë e ndjej energjin që rrjedhën e për trupin tamë. Mas andej parat, a janë rrjedhin, a thua që paraja rrjedh. Qka ka të frikshme këtu? Pse duhet mu frigu kur flasim për energji? Se më ka thonë dikush, ma mirë folë për Zotin se sa për energjin. Nuk më takon mu me folë për ato. Më takon me folë për ato që e ndjej vetë, energjia është në trupin tam, lëviz. Aty ku ka energji, aty ka gjithë shka. Ajo është burimi pa shteshëm. Aty ku vrapojnë njerëzit veç pas materializmit, edhe vetëm qysh me bu pare, e humbë energjin, aty nuk ka jetë njerëz dashur. Aty është vetëm çështje kohe. Okej, a keni ndonjë pyetje? Shumë mirë e ke shpjegu, faleminderit, me shumë kënaqësi, po kur më bëni pyetje, unë hi edhe ma fill në shpjegime, se sinqerisht po ju them shumë drejt, që kur po flas kështu me kamerë, po e shoh veten, nuk po ju shoh juve dhe po më duket që jam të fol vetë me vete, edhe pse s'kam shumë problem. Se do ta shihni edhe podcastin tim që kam bë me veten time, ka qenë një podcast jashtëzakonisht i bukur kur e kam xhiru. Masandej, aty ka qenë një kolege imja gjatë xhirimit, aq shumë ka qenë, sepse atë shumë e ka bu me reflektu, sepse na sa pak ko marim për vetën tonë. Do më thonë na intervestojmë njerëz pa ndalë, i japim vëmendje njerëzve pa ndalë, po kur e kum intervistu veten time, ka qenë një diçka i jashtëzakonisht e bukur. Në fakt, na duhet me folë shumë me veten tonë, shumë me veten tonë. Me pyet veten tonë, gradualisht, qka po donë hej, qka po donë. Nuk ka njeri ma të rëndësishëm. Nuk është egoizëm me dasht veten. Egoizëm është vetëm me dasht veten deri në atë mas që me mendu se kërkush nuk është më i mirë se ty. Vetëm atëherë është egoizëm. Po kur ti e donë veten e pyet veten se qka po donë, qka të bën ty me undi mirë, nuk është egoizëm. Edhe nuk ka kur gjoh heq ma të foqishme edhe ma të mirë. Edhe tash kur e shiqoj podcastin tim, se nesër do të shfaqet në YouTube i gjithë podcasti, nuk e kini idenë se çka ndjej. Nuk ka kur gjoh ma të bukur. Kur s'jemi për veten të jesh s'jemi për askon. Një koment e kam. Hajde, Fatime, thuaje. Fjalinë që kemi dëgju shumë herë, ndryshimi fillon nga vetja. Këtë e kam kuptu kohëve të fundit, edhe kjo po ndërlidhet me temën e sotme. Po, nuk mundem na me ndryshu kur asnjë njeri rreth vetes po ndryshuna. Prap, po ja u tregoj këtë
vizatim, unë i thonë vizatim, nuk e di që shqiptojnë tjertë, kur na jemi pranaj në rrjedhat e jetës, jemi qëto. Jemi me shumë njerëz, Tashtit, unë nuk lëviz për i qëturit, as nuk lëviz as kërkosh. Krejt e kanë një qëllim, një fokus, krejt shkojnë rrugës njëjtë. Ose, për shembull, ai kipo, kur është ndodhë diçka, edhe krejt masa është aty. Kur gjo s'ka, do më thonë, nuk i japim vëmendje kërkuj. Nëse një person tërhiqet edhe shkon një rrugë tjetër, çka ka me ndodhë, krejt ka me pas vëmendjen që aty. Pra, një person, sa ka ndikim të madh, për që ata nuk duhesh mundi, pa vlefshëm edhe me thonë, ha kesh unë, ha s'kesh nuk ka lidhje. Jo. Nëse 1000 veta janë kështu bashkë, edhe janë duke udhëtu njëjt, do më thonë kur gjo nuk bjen sy. Vetëm një person nga ato 1000 veta, nëse nuk ecë rrugës njëjt, ai person largohet vetëm, çka kanë me bëu këta 1000 veta? Gjithë ka me këthy kokën edhe ka me këshyr ka shkonaj. Do më thonë, a peshini se sa kemi vlerë. Si cili ka vlerën e vetë. Si cili është i pazavençueshëm. Po ta shpronaj, po ndërlidhi me këto që e theti, ndryshimi fillon nga vetja jonë. Pra nëse na rrim këto, edhe nuk ndryshojmë kur gjo, edhe unë s'kcej një nivel më nalt, a e kuptojnë këta diçka, vlerën time? Jo. A kuptojnë që diçka ka lëviz? Jo. Si shkove nalt, si shkove poshtë, nëse rrim këtu, kur gjo nuk vret, kur gjo heq. Po nëse na tërhiqemi nga qëtu, ose bima poshtë, ose ngjitëm më nalt, nuk ka rëndësi, krejt kanë me i qu syt nga ti. I ndodh dikujna diçka e keqe, çka bëhet? Krejt kanë me përfol që ato, krejt kanë me thonë që ato, i ndodhi filonit kjo e kjo, do më thonë e merë vëmendjen. Po ta në mborë që shë merë vëmendjen, nëse ti shkon për keq, ti ki me ndiku të tjertë edhe për keq. Për shembull ndodh një aksident. Edhe tashtit, sa prej neve njofim njerëz që vrasje, aksidentet ndryshme, a thoni se s'ka ndikim edhe këta në ty? Po, ka ndikim jashtëmase. Sepse ndodhia e atyre personave ka kriju një emocion të ti. Edhe tash në bazë që ati emocioni që është kriju të ti në bazë ndodhis njerëzve tjerë, ti ki me vepru, ti ki me ndje, ti ki me mendu, ki me vepru. A nuk pat ndikim qaj personit të ti? Tani këtu për të keq, është fjala? Në anën tjetër, personit që ka ndryshu për të mirë, edhe unë ngrit këtu nalt, a nuk ka me ndiku të ti? Ndoshta, kur s'jemi të vëdishëm, ta personat që ngritën nalt, në zakonisht i gjelozojmë, edhe i paragjikojmë, edhe i përqeshim në fillim, sepse këta zgjojnë një emocion të na që neve nuk në pëlqen. Prap, se këta që binë poshtë, ma shumë e ndjejmë atë emocionin e keq ardhjes. Edhe në më thonë, keq ardhja është normal që është e dhimbshme, po këtu nuk ka gjelozi. Edhe për që ata hohet pak më litë. Në dhimet persone shumë, por nuk e gjelozojnë. Po këta personat që ngritin zakonisht i gjelozojmë, kur jemi të pavedishëm. Po kur jemi të vedishëm, na këta i festojmë, edhe i përkrahim, edhe në gjitëm bashkë me ta. Atëra, as ka ndikim edhe ky personja? Se ti që je që tu e shef, ta duke ngrit në ti ki me reagu. Ty ka me të rënë sy që ky person. Tash nëse na në gjitëm nalt, bosh i zoti, bosh ki me dhonë, do më thonë i shërben tjertë, si me pare, si me qysh do qoftë. A nuk është mirë? A nuk ki me pas të ndikim të madh të tjerta? A nuk ki me shpërnda shërbim ti për qëta njerëz? Po ma parasysh se si shërbim. Ba mirësi për shembull ndryshme. A nuk ki me bu? As pas ka atëherë të ndikim në botën e njerëzve? Shumë bile. E për atë nuk duhesh kur më ndi i pavlefshëm. Për atë nuk duhesh me thonë kur se jo unë nuk kam ndikim. Për atë
edhe një letër, edhe një copë letre, nëse e hudhë në tokë, nuk dush me mëndu se hajtë se s'ka gjo, se një copë letër shifet. Një copë te, një copë tjetër, aty mushet. Një top bore i madh fillon me një flusk. Lëviz, fluskmi, krijohet një top i madh. Edhe godet. Edhe kështu funksionon. Profesionale duke punu me vetën. Kur, as mos mendoni kur që dini mjaftueshëm. Që shetash ma jere, ky moment, tani, ky live, është për herën e parë edhe për herën e fundit. Unë e kombajt lojfe, po lojfen e tillë tani nuk e kombajt kur. Lojfin e ardhshëm nuk e kombajt kur. Nuk e di unë çka ka me fol aty. Nuk e di që shko me dalën aty, që shko me u shprej. Absolut. Për që ata mos thoni se unë di mjaftueshëm. Nuk dim kur mjaftueshëm. Edhe vetëm ata përparojnë që e pranojnë se nuk janë të mirë mjaftueshëm. Jo në atë kuptimin të mirë mjaftueshëm, që nuk din mjaftueshëm, se e shpreha pa lidhje. Vetëm këtë mënyrë. Edhe në këtë mënyrë në arrim për të oke. Nuk e shohim kërkon as mineve, as ndër neve. Kaq. E për çat arsye, kur punoj me veten, pra kur him fill, e kuptojmë pse ndodh, ç'sh ndodh, pse u shpreh tjetri me neve kështu, e din, okay, ti je në tjetër nivel, ai është tjetër nivel, nuk kem nevojë me u majtë edhe ne njerëzve. Nashta për shembull ty nuk të pëlqen se çaj person nuk është kallëton me ty, po e kupton, o Zot e kupton se ti je në nivel tjetër, ky është në një nivel tjetër, ti ke tjetër energji, ky ka tjetër energji, edhe ti kur hyp këto, ki me tërheq njerëzit në energji tënde. Atë pse du t'ju edhe në unë e këtina pse s'ka udhëtu me mua? Jo, elshan, edhe në këtë mënyrë elshan shumë alit. Nuk e akuzon. E që kjo është po që e shpirtit, sepse i lumtur, për mu do me qenë, lumtur je, nëse që këtë personi i udhëton me ty, ti qatëri i lumtur. Po nëse s'udhëton me ty, nëse si i vetëdijshëm, ti mërzitesh. E humbe energjin, e akuzon, thup se që është te. Atër ti prap jenë munges. Po kur jenë poqe, ti jenë poqe vetun ose me qëtë person. Te ti nuk lëviz kur gjo. E që këtë do të me konë qelsi kryesor i gjithë shkafës. Vetia, vetëm vetia. Edhe qështu ti e vendosë, edhe për financat e tua, edhe për me gjithë partnerin, edhe për me pas raportet mira me partnerin, me fëmijët e tu, me gjithë shka. Tash për shembull, fëmija jo, fëmijë që i ke lindur vetë, ndoshta ai nuk hecë sikur ti, ka tjetër energji, edhe fëmija jot ndoshta është këtu e ti e këtu. Ose ndoshta fëmija jot është këtu nalt e ti e këtu. A nuk është e mirë me pranu? A nuk është e mirë me kuptu? S'ka më mirë. E këtu është poqja. Esenca e gjithë shkafit është poqe. Se kur s'kemi poqe, edhe mvaremi nga lumturia, atëherë na nuk jemi në poqe me shpirtin. Na jemi prap në burg me mendimet tona. Pse thu pse erë, pse sërë, pse shkoj, pse më tha, pse foli, pse kështu, pse ashtu. Pse. Kur pa ndollë. Okej, o Zot, u bora gati 10, wow. Une i uroj një mbrëmje shumë të mirë, nëse keni ndonjë pyetje për fund, pyetni, për ndryshe, po e mbyllim. Okej? Për atë, vetëm vedisom, sa ma shumë. Atë teori që e merë, zbatoje me njëherë në praktikë. Okej, pyetjes po vjen asnjë, atëherë unë ju dëshiroj një mbrëmje të mirë, gjumë të rehatshëm. Pranojeni ato që është situata, çka do qoftë, edhe u kry.
Faleminderit shumë, Sahide, edhe ty Regjina. Paqe njerëz dashur, paqe, nuk kemi paqe, nuk kemi kur gjohë. Na nuk duhet me akuzu kërkon. Na nuk e dim çka është ka përjeton ai tjetri. E di nuk është lehtë. Edhe unë ndonjëherë nervozohem, edhe unë ndonjëherë ndoshta flas. Ama më njëherë kthehena te vetja jeme. E thom, hey, çka e të furë, ndoshta se çka e të mendu. Kuptoje se jemi njerëz. Edhe secili mendon se unë e di, unë jo më i meqëm, unë e bëj kështu, unë e bëj ashtu, okej, leje. Na vetëm mundem me komuniku me njëri tjetrin. Kur gjë tjetër. Albana, unë e ruj live-in, live do t'jetë në YouTube, sepse aty ka shumë shikueshmëri më të madhe në YouTube, edhe aty do t'a gjesh e dashur. Okej, pranaj natën e mirë, edhe gjumin e ëmbël, edhe thjesht paqe. Mos keni frikë me qenë me vetja. Mos keni frikë me ndjej paqen brenda juve. Natën e mirë, gjumin e ëmbël.